Përshëndetje nderuar miq, ja ku jemi sërish në emisionin ton Realitete Ekonomike, duam të flasim për një panajir të rëndësishëm ndërkombëtar në Kinë, panajir ndërkombëtar i Nick Boss dhe forcimin e mundshëm të lidhjeve tregtare Evropë, sidomos Evropa qendrore dhe lindore, me vendin me ekonominë e dytë më të fuqishme të botës. Dhe për këtë kemi nderin të jemi në mjediset e Altax me zotin Eduard Gjokutaj. Zoti Gjokutaj, faleminderit që na mikpritet. Faleminderit juve. Faleminderit. Zoti Gjokutaj, nga data 22 maj deri në 25 maj në këtë qytet Nick Bon në Kinë po zhvillohet një ekspozit, tashmë një takim tradicional mes prodhuesve, eksportuesve dhe importuesve të Kinës dhe vendeve të Evropës qendrore dhe lindore. Në gjykimin tuaj, cilat do të ishin avantazhet e bashkëpunimit tregtar dypalësh Shqipëri-Kinë, pra edhe për vendin tonë, meqense jemi vend i kësaj zone, parë edhe në kuadrin e mekanizmit të formuar tashme që ka disa dekada, mund të themi, të bashkëpunimit Kinë, vendet e Evropës qendrore dhe lindore? Shumë e drejtë pyetja juaj, pasi aty duhet të synohet në aspektin e përfitimeve, do thosha që ka disa avantazhe përfituese konkrete, të cilat më së shumti materializohen në fushën e asaj që rritet dhe forcohet një bashkëpunim më i madh nëpërmjet jo vetëm pjesëmarrjes në një ekspozit tematike, por në shumë pjesëmarrje të tjera, të cilat në një farë mënyre nga njëra anë zgjerojnë dhe diversifikojnë modelin e tregut shqiptar drejt tregut shumë të madh kinez, po unë do të thosha jo vetëm, Azia është një minier për Shqipërinë, për një treg të vogël si Shqipëria, për prodhimet që ata kanë nevojë. Kemi bujqësinë organike, kemi prodhime të minerale, të cilat janë shumë të nevojshme, ato çfarë janë prodhime të tjera natyrore, si ujë edhe prodhime të tjera, dhe natyrisht edhe ajo çfarë neve tashmë mund të përfitojmë është pjesa e asaj se si Kina do t'i qaset tregut shqiptar aty ku ajo është më e zhvilluar në infrastrukturë, e cila ka disa projekte në Ballkan, po dhe në Europë, në pjesën e automatizimit apo teknologjisë në tërësi dhe në atë qasje që Kina ka më së miri zhvillim, pjesën e mënyrës se si organizon, pra atë çfarë mund ta quajmë dijet, të cilat janë po ashtu paralele dhe shumë të nevojshme për të na dhënë të kuptojmë se si funksionon e gjithë kjo lloj qasje dhe në një farë mënyre kjo kthehet në një, të themi, kanal të institucionalizuar të marrëdhënieve i cili nuk ngelet më thjesht dhe vetëm marrëveshje politike apo ad hoc, por kalon përtej asaj. Pse? Pasi bizneset komunikojnë me njëra tjetrën dhe krijojnë një zgjerim të marrëdhënieve direkte dhe me përfitim reciprok. Shumë ekonomistë dhe madje edhe studiues në zë të ekonomisë botërore gjykojnë se poluatet ndjeshëm madje edhe është goditur tregtia e lirë ndërkombëtare me shtimin e presioneve për proteksionizëm agresiv i cili e rrezikon këtë rend të tregtisë së lirë. Në gjykimin tuaj, ky mekanizëm që sapo folëm, Kinë, Evropë qendrore dhe lindore, i krijuar tashmë prej kohësh, çfarë roli stabilizues mund të luajë në rrethana të tilla? Natyrisht që ky është një mekanizëm që shkon paralel me Bashkimin Evropian dhe me vendet e tjera dhe mund të kuptohet si një kundërpeshë e atyre prirjeve proteksioniste që tashmë i shikojmë në një ekonomi ndërkombëtare të fragmentuar. Dhe për mua dhe në analizën që ne bëjmë, kjo i shërben më së shumti asaj që ka nevojë Shqipëria dhe gjithë vendet e Evropës qendrore dhe lindore lidhur me diversifikimin e tregjeve, pra drejt tregjeve më të mëdha. Nga ana tjetër, duke u angazhuar në një rrjet shumë të gjerë, por për vende si Shqipëria, të cilët kanë nevojë të përfshihen dhe të mos ngelen në periferi të këtyre marrëdhënieve, pra si është risku që Shqipëria në gjithë të fragmentim të ngelet në nivele shumë modeste, natyrisht e fut në një treg dhe kjo përkon me atë që mund ta quajmë një arkitekturë të re, shumë palshe të tregtare, duke u dhënë mundësi sidomos vendeve të vogla të përfshihen dhe të jenë të tilla që prodhimet e tyre të vlerësohen. Zoti Gjokutaj, numri dhe pesha e kompanive nga vendet e Evropës qendrore dhe lindore që marrin pjesë në këtë edicion të 4 të ekspozitës së Nick Boss shënon një rritje të ndjeshme, edhe në krahasim me 2 vite më përpara. Çfarë sinjali tregon kjo dhe a mund të themi se Evropa sot po i kushton marrëdhënieve ekonomike dhe tregtare me Kinën një vëmendje të shtuar? Në tërësi, jo vetëm Evropa qendrore. Do të thoya që vetë ekspozita të tilla që janë tematike dhe që lidhin pikërisht prodhuesit me njëri tjetrin apo tregjet me prodhuesit dhe me konsumatorët, natyrisht që mund të konsiderohet një vetdije e re ekonomike midis palëve, pasi është e nevojshme që
e gjithë çfarë është ndërtuar deri më sot të ridimensionohet duke rigjetur veten secili dhe natyrisht secili kërkon të përfitojë në mënyrë shumë më të madhe dhe kemi dhe një qasje të diplomacisë ekonomike ndërkombëtare. Pra, ndërsa Kina me Amerikën janë në një luftë tregtare nëpërmjet tarifave, natyrisht që Kina me BE-n nuk e ka këtë. Pra kemi një ridimensionim apo një pozicionim të BE-s dhe duhet ndjekur ky model edhe në rastin e Shqipërisë që ky ripozicionim Shqipëria të gjej veten sa me BE-n dhe me SBA-n të cilët janë partnerë të pazvendësueshëm. BE-ja është një partner strategjik, ekonomik dhe tregtar dhe SBA-ja është aleati më i rëndësishëm politik, por jo vetëm, i cili ka Shqipërinë në ato vende të cilët bashkëpunon dhe ka dhe ai planifikimet e veta për ta zgjeruar atë çfarë quhet nivel të këmbimit tregtar. Dhe natyrisht të gjitha këto i shërbejnë dhe një stabiliteti. Pra, tregu ka nevojë për stabilitet në mënyrë që të zhvillohet, dhe duke qenë e tillë, besoj që kjo është e gjitha e formatuar në këtë lloj qasje, ku duke parë pastaj kush janë partnerë të domosdoshëm, kush janë partnerë të cilët në perspektivë duhet të zgjerohen dhe neve në analizë nuk duhet mjaftohet vetëm me qasjen që Shqipëria do të shikojë drejt perëndimit. Drejt perëndimit duhet të shikojë politikisht, por nuk duhet ngelet naive në aspektin e të vlerësimit, duhet të jetë sa drejt perëndimit politikisht në mënyrën e organizimit strategjik, por po ashtu edhe drejt lindjes për arsyeën e tregjeve të tilla që janë potencial, matan Kinës, India, vendet e lindjes mesme të cilat Shqipëria po i elaboron marrëdhëniet dhe natyrisht pse jo dhe Afrika Veriore dhe vendet e Amerikës Latine. Edhe pse Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, AIDA, e ka anoncuar pranarinë e Enink-Boss në faqen e saj në Facebook dhe disa kompani shqiptare janë të pranishme, a gjykoni një rast të humbur që nuk kemi një organizim të mirëfillt të institucionalizuar të bizneseve shqiptare për të përfaqësuar pikërisht në këto panajire ndërkombëtare që janë me vlerë, sikurse edhe ju e përmendët me të drejtë, pra qoftë në lindje, qoftë në perëndim, që zgjerojnë mundësitë që eksportet tona të kenë akses. Po do thosha që asaj çfarë i mungon politikës ekonomike, shqiptari mungon pjesa e mosvendosjes në fokus të diplomacisë ekonomike, ku AIDA është agjencia e cila duhet ta elaborojë këtë qasje dhe natyrisht nuk kemi një qasje të qëndrueshme pasi ka iniciativa dhe nisma, por nuk shfrytëzohen rrethanat ashtu si me të drejtë përmendët ju, duke krijuar një fragmentim midis bizneseve shqiptare dhe nga ana tjetër nuk i mobilizon si duhet burimet në mënyrë të tillë që ato të përqasen me nevojat e tregjeve, duke i orientuar pastaj edhe drejt një qasje që të jetë më organizuar për të ndihmuar biznesin shqiptare aty ku është e nevojshme që ato të zgjerohen, aty ku është e nevojshme të kenë akoma mundësi për eksplorim dhe natyrisht e gjitha kjo kërkon pikërisht që diplomacia ekonomike mos të ngelet një fjalë në letër, por të ngelet një fushë veprimi, sidomos në qasjen që do kemi në të ardhmen midis AIDA-s si një agjenci lidere për sa i përket eksportit, dhomave tregtisë dhe industrisë të cilat kanë në qasjen e bizneseve shqiptare dhe nga ana tjetër diplomacia ekonomike nëpërmjet ambasadave, të cilat në sinkron me njëra tjetrën duke u koordinuar i rrisin shumë më tepër potenciale dhe natyrisht bën një politikë jo pasive si deri më sot, por një politikë aktive dhe një diplomacia ekonomike e cila i përshtatet këtij konteksti. Pyetja e fundit zot Gjokutaj për bisedën tonë sot, Kina tani është eksportuesi i dytë më i madh i mallrave në Shqipëri, pas Italisë. Si e shikoni të ardhmen e marrëdhënieve tregtare Shqipëri-Kinë? Po besoj që këto marrëdhënie kanë hyrë në një fazë të re ku biznesi e prevalon politikën dhe natyrisht duke u kthyer në një nivel të tillë, unë do thosha që Kina nuk duhet të ngelet vetëm partner strategjik në importe, por sidomos në eksporte, pasi ajo çfarë i nevojitet Shqipërisë në gjithë këtë qasje është një inteligjencë ekonomike që duhet ta shfrytëzojë dhe ato që përmendëm pak më përpara lidhet pikërisht me përshtatjen e burimeve dhe atyre çfarë ka potenciale Shqipëria në mënyrë të tillë që ti përshtas për tregun kinez dhe një potencial që Shqipëria në fakt e ka me një qëndrim vizionar dhe me një aktivizim të partneriteteve publike dhe private bashkë me të gjithë elementet e tjerë, natyrisht që ndikon në gjithë të proces. Zoti Gjokutaj, ju faleminderit për bisedën sot. Faleminderit juve. Të nderuar miq, ju faleminderit që na ndoqët dhe mirupafshim takimet e ardhshme.